Flokët janë bërë për t'u lyer. Kjo maskë do ju lerë pa fjalë. Një nga zgjidhjet më të mira për flokët e thatë gjendet në kuzhinën e gjithsecilit prej nesh. Bëhet fjala për vajin e ullirit, acidet yndyrore të cilit ushqejnë jo vetëm flokun por edhe skalpin. Vaji i ullirit ka aftësinë të mbrojë flokun, sidomos për ata që kanë qenë subjekti vazhdueshëm i tharjeve dhe stilimeve me temperaturë të lartë. Ai është i pasur me antioksidant, vitamina dhe minerale që ushqejnë flokun. Sipas ekspertëve, për këtë maskë nevojiten gjysmë filxhani çaji mjalt, 3 çerek filxhan çaji me vaj ulliri dhe gjithashtu një kapuç dushi. Përzini mjaltin me vajin e ullirit dhe futeni në mikrovalë për 15 sekonda që të ngrohet. Lajini flokun dhe thajini me peshqir, më pas vendosni maskën dhe masazhoni duke vendosur më pas kapuçin e dushit. Pas 30 minutash lani flokun me shampo dhe e lini të thahet natyrshëm. Kjo maskë duhet të përdoret të paktën një herë në javë.